shumë pak komuna që do të kalojnë pa ballotazh dhe shumica që kemi me pas, ndoshta kishe mujt pak edhe mendimi, nëse kisha mujt pak me dala. Qa thu? Ti del, po ka rrezik që dhon të përcjelli. Po. Edhe? Unë e besoj që, për shembull, pianisim Knej. Peja. Po. Juniku shkon pa ballotazh, Peja, Juniku, Istogu. Skenderaj pa ballotazh. Okej. Ferizaj pa ballotazh. Edhe tjerat, s'po foli për këto komunat me shumicë serbe, po besoj që nashta në një ose dy gabime, gjitha tjera të shkojnë në ballotazh me... Grashanica nuk të veqen go. Për Prishtinë, po besoj në sondazhet për nxjerrin si në përsi për Parim Ramën, kryetarin aktual. Po distanca i dyti është Hajrullah Qeku, po distanca mes Qekut dhe Uran Ismailit është shumë e vogël. Edhe nëse performon mirë këtë javë, Uran Ismaili, ka gjasë që shkon në ballotazh Urania, nuk shkon Hajra, sepse Hajra është kandidati i vetëm që del nër parti. Do më thonë, vetë vendosje është ma madhe sondazhe se sa Hajrullah Qeku. Ndoshta kish mujt pak edhe fita me na ndihmu këtu se merret me sondazhe. Xhilani, gjithashtu besoj që ka me shku në ballotazh, shkon ballotazh sepse kryetari i komunës, veç Alban Hyseni edhe Vali Karleone, kush si ka thonë për na marrë në Gjilan. Dhe më thonë, dy kryetari ma dembel në nivel Kosovës është Alban Hyseni. Ka rejt për autostradën e Gjilanit, ende nuk është e përfundume. Torën zamër s'ka qenë punë e ti, ka dhonë premtim që të ti. Këti ka dhonë premtim edhe bashke kemi vetë. Ja ka huqi shkreti që ka dhonë premtim, po punë e ti s'ka qenë, apo që ka rajt, po pajtona une. Po dalat e puna ty. Ka rajt për urën e Badovcit, u desh më mbyt 3 vjetë nuk e përfundu një urë, a merë përgjithësi dhe kryetari komunës për subjektin e vetë politik. Se në Mitrovic për një muj i krytën 2 muj, 2 ura. Do më thonë, kur dojnë me punu, kanë mundësi. A që e kanë anshkalu. Ka rajt për stadiumin e Gjilanit. Këto po. Për bulevardin. Palestrën e Zhegës. Palestrën. Do më thonë... Zashta me thonë që rruga so punë e ti, stadioni ka pas parë, s'ka dit mi kry. Kemi pyç që tonë ka fola, i ka thonë kryhet. Edhe ja ka huq. Besoj që ka me shku edhe Peja në ballotazh për herë të parë, edhe... Shkonde? Po, nejse dhe mirë. Zbrita por, Gjakov Prizren? Gjakov nuk e di ka mundësi që shkon pa ballotazh Gjakova, Prizren i gjithë që shka ballotazh. Hajde të komuna tjera të mdoja, Fush Kosova? Fush Kosova ballotazh, Obiliqi ballotazh, Podojeva ballotazh. Lipjani ballotazh. Qa po met pi komunave Fush Betej? Mitrovica Jugut. Mitrovica Jugut, unë e besoj që ka me pas ballotazh Mitrovica Jugut. Po thu ko? Edhe tash komplet artilleria vetë vendosës ka me zbarku në ndim të Faton Pecit, sepse kështu i duhet. Që i bjen që si ka shumë punë të mirë Artan Abrashin, nëse është për... Prizrenin ka me shku në ballotazh, po besoj që fund Prizrenin ka me fitu shqyrtotaj. Nëse shkon artilleria që atje naltë, zërë e ka me mri edhe... Po është një farë diferencë, do me thonë, Mitrovic Jugut është ma ofër se son Prizren, diferenca mes kandidatve. Zdi sa ke info, po më interesujnë, 2 komuna që për mujën interesant për shkak të, që është me thonë, koloritit, që i bjen partive të vogle, që o Malisheva Kamenica, që të mundet PSD-ja me bëti qka, që atje... Malisheva në ka sigurt Fatmi Limaj. Sigurt kuptimin, po thutë... Po, pa ballotazh. Pa ballotazh. Për prognoza, Kamenica, mund të këtë qëndroni? Në ballotazh kanë me shku e varë, tash në ballotazh